Paramendoja nëse kishte një fushat intenzive euroskeptike në vend, ku mezi shumica politike maqedonase do kishte republikuar tekste të vjetra në Shqip nga Gjergj Fishta për Evropën dhe karakterin e saj, sigurisht tekste këto të shkruara në një kontekst krejt tjetër atëherë, por për t'i bindë shqiptarët se nuk duhet të insistojnë në procesin e eurointegrimeve të vendit. Ose se këto ndërmarin hapa serioze, për shembull për hapjen e ambasadës në Azerbejxhan dhe rëndësinë e marrëdhënieve me këtë shtet evropian i cili është jashtë BE-s, ose se bota ka edhe forca, aleanca dhe alternativa tjera përveç Bashkimit Evropian dhe të tërheqin krejtësisht shtetin nga ky proces. Por jo, këtu nuk ndodh asgjë e tillë ose e ngjashme në këtë drejtim. Pra s'ka as iniciativa politike, as mund e as pare nuk harxhohen për këtë gjë. Vetëm shfaqje dhe deklarata për publikun se eurointegrimet janë proces kyç e në aq. Do mundohemi me fjalë të vizatojmë një karikaturë që ndoshta më së miri e ilustron situatën më çështjen e eurointegrimeve të vendit. Këtu neve na ka ndodhur se ka dalë dikush dhe thot, unë frigohem prej udhëtimit me aeroplan. Këtë frikë e kam iracionale, nuk mundem të shpjegoj, ama shkaku i kësaj krejt familja, fqinjët dhe bashkëpunëtarët tjerë nuk duhet të hypim në këtë aeroplan. Ndërkohë që tash edhe Shqipëria e ka bërë checkingun dhe hyp shkallëve për në atë aeroplan. E ky vend e shtet i yni, përveç në veri me Kosovën dhe Serbit, nga krejt anët do jetë i rrethuar me be. Ajo që e bën këtë karikaturë ende më shumë karikaturë, këtu dalin dhe flasin për atë se me të vërtet me aeroplan arrihet për shumë kohë të shkurtër në Bruksel ose dikun tjetër, dhe as nuk tregojnë se a ka alternativa tjera për këtë destinacion dhe sa zgjasin ato udhëtime. A ka organizim me vetura, me autobus ose me tren? Asgjë prej këtyre nuk përmendet, vetëm përmendet se ndonjëherë do ketë hekuru deri në Beograd e Budipeshtë, ama asgjë për atë se çka për mëtej. Asgjë nuk u shpjegohet atyre që nuk duan të dinë për shembull për Beograd, Kraleve, Valev dhe as që bie kjo rrugë andej. Bile ajo që thuhet nga ana e përfaqësuesve politik deri edhe ministra është edhe kontradiktore, sepse njëkohësisht këto i thojnë Brukselit, Bashkimit Evropian dhe botës, nuk duhet çështjet bilaterale të jenë kusht e të tjera fjali të ngjashme, ndërkohë që duan që këtë çështje ta trajtojnë si bilaterale vetëm me Bullgarinë. Ne duam të merremi vesh dhe bisedojmë me Bullgarinë si dy palë në mënyrë bilaterale për një çështje që mendojmë se nuk duhet të jetë bilaterale. Ndërkohë, kjo për çka duan të bisedojnë, pa bërë asgjë, është diçka moti, kohë e negocuar dhe marrëveshje e kryer, multilaterale, me krejt BE-n dhe për çka është kontraktuar dhe nënshkruar para 3 vjetëve një konsenzus i brendshëm dhe i jashtëm politik, ndryshimet e preambulës së kushtetutës me përfshirje të bullgarëve në të. T'i kthehemi udhëtimit me aeroplan dhe karikaturës për të kuptuar më së miri se çka thuhet dhe nuk bëhet aktualisht në lidhje me këtë çështje. Këtu pra kemi të bëjmë me një udhëtar i cili jo vetëm biletin, por edhe checkingun e ka bërë me një marrëveshje dhe rregulla multilaterale për bagazh ose ulse të caktuar. E tash kërkon që me ndonjë styardes ose hostes në mënyrë bilaterale të rinegocojë rregullat e uljes ose të bagazhit. E ndërkohë, i ka ngecë krejt bashkëpunëtarët tjerë dhe as që u fol për atë se a ka tren, autobus ose nëse me vetura shkohet në atë destinacion. Bile vazhdon të thotë vetëm me aeroplan shkohet edhe më shpejt i arrihet me aeroplan. Një karikatur kjo qesharake për ngecjen e krejtve shkaku i frikës vetëm të dikujt nga udhëtimi me aeroplan. Por ama, besoni situata dhe gjendja nuk është as pak qesharake, pasi frika e dikujt të dikush tjetër bëhet frustrim. Ju faleminderit.